Pika e fundit e pivot tables ka të bëjë me vendosjen e grafikëve. Problemi është se grafikët në pivot table funksionojnë si, pra nëse unë dua të ndërtoj po themi një grafik vetëm për këtë pjesën këtu nuk mundem, pasi grafiku e merr gjithë pivot table-in në total. Për këtë arsye, nëse dua të ndërtoj po themi grafik vetëm për një pjesë të caktuar, atëherë mjafton që ti marr këto me copy këtu dhe i kaloj këtu si numra të thjeshtë dhe pastaj nga këto numra vendos dhe të bëj një grafik. Por shohim fillimisht se si ndërtohet grafiku brenda pivot table. I kalojmë në gjendjen fillestare, no calculation këtu, pra sipas vlerave që kishin. I zgjedh këto vlera që t'i heq ato nëse nuk i dua zerot nga mbrapa, klikoj këtu dhe jap insert. Dhe këtu kemi një grafik që ne mund t'i vendosim, për shembull këtu kemi shitjet, mund t'i përdorim me kolona. Por në këtë rast duhet kemi parasysh se ka shumë në ndarje dhe prandaj grafiku nuk është i qartë, kështu që mund të shkojmë të heqim një pjesë të ndarjeve të tyre, për shembull, mund ta lëmë vetëm si produktin dhe qytetin dhe këtu kemi, po ta shikoni, ndarja, pra boja e printerit e shitur në secilin për qytete. Pra boj printer e shitur në Durrës, në Elbasan, Përmet, Shkodër, Tiranë me radhë. Printera të shitur, shohim që pjesa më e madhe është shitur në Tiranë. Pra sa më shumë kategori të fusim këtu, aq më ndërlikuar del edhe grafiku dhe bëhet edhe më i pakuptueshëm. Pastaj grafiku në vetvete mund të modifikohet njësoj si një grafik që nuk është i vendosur në pivot table. Pra janë gjitha fushat e modifikueshme me radhë sipas asaj që përcaktuam, pra që kemi shpjeguar edhe tek pjesa e grafikëve. Këto fusha të grafikut ne mund t'i heqim nëse duam, jemi këtu tek format, pra pjesa e grafikëve është e gjitha modifikueshme. Këtu fields nëse duam t'i heqim, pra këto produkti shumë me radhë që të jetë pak më estetik grafiku, mjafton t'i klikojmë këtu dhe i heqim, pastaj edhe nëse dua ta lëviz grafikun, pra njësoj funksionon si një grafik normal. Nëse unë këtu bëj një lëvizje, po themi vlerën, këtu po ta shikoni në Elbasan vendosim vlerë shumë të madhe. Jap enter. Pritet këtu prisha, ndryshojmë çmimin këtu, nga 7500 supozojmë të bëjmë 75000 se 750.000, pra që ta shohim më konkretisht se si ndryshon. Këtu në momentin që jap refresh tabelës, automatikisht ndryshojnë vlerat e tabelës dhe ndryshon dhe automatikisht dhe grafiku. Pra, kjo është e mira e pivot table, që nëse ne ndërtojmë pivot table nga një tabele aktuale dhe ndryshojmë vlerat e kësaj tabele, automatikisht mjafton të shkoj tek pivot table, të jap refresh këtu dhe automatikisht merr refresh edhe vlerat e pivot table në vetvete, por marrin refresh edhe vlerat e grafikut. Pra, për një ndryshim te kjo tabele nuk duhet të bëj një pivot table të ri dhe të bëj dhe një grafik të ri. Nëse unë dua po themi të bëj në këtë rast një grafik vetëm për vlera specifike, sepse kjo këtu automatikisht e ndërton grafikun për gjithë pivot table, atëherë mjaftoj të klikoj po themi vetëm këtë elementin këtu, CTRL-C, i marr këtu si vlera dhe automatikisht mund të ndërtoj po themi një grafik të veçantë për këto vlera që unë këtu që kam. Pra mund ta ndërtoj gjithë pivot table-in dhe pastaj për element të caktuar të tij mund të bëj grafik të veçantë. Nëse këto vlera këtu do t'i bëj po themi si një si një pie chart, duke klikuar këtu apo të shikojmë një rast, po të marrim të gjitha, insert. Këtu na jep se si janë shitur, pra na jep totalin e gjithë këtyre, po nuk na i ndan sipas qyteteve, vetëm nëse këtu filtrojmë, po themi në Durrës, japim OK, na tregon përqindjen e shitjeve sipas produktit në Durrës, pra mund ta përdorim po themi si me filtrime gjithmonë, nëse përndryshe nuk na jep të saktë. Pra duke filtruar sipas qytetit, marr edhe ato tek pie charti, pra se si e kemi po themi atë të shitjes. Mund t'i përdorim këtu edhe me slicer, pra po themi sipas menaxherit, japim OK. Alban, Anita këtu, Armando, po të shikoni slicer ndikon tek të dy grafikët automatikisht, pra bëhet lidhje sepse vjen direkt nga pivot table. Nëse do kishim po themi një ndërtuar grafik nga tabela normale, për gjitha këto na duhet të ndërtonim
po themi element të veçantë për t'i vendosur në grafik të veçantë, ndërkohë që këtu automatikisht mjafton që t'i jap një refresh pivot table dhe automatikisht na i merr dhe na i përditson të gjitha vlerat.